Një kirurg plastik është një profesionist mjekësor i specializuar në trajtimin e formës dhe funksionit të trupit përmes operacioneve kirurgjikale. Kjo mund të përfshijë një gamë të gjerë procedurash, nga ato që kanë të bëjnë me korrigjimin estetik për përmirësimin e pamjes fizike deri te rregullimi i defekteve të trupit, për të rikthyer funksionin dhe dukje normale të trupit pas traumave që mund të jenë djegjet, infeksionet apo lëndime të tjera. Kirurgjia plastike ndahet në atë estetike dhe rekonstruktive. Dhe për të folur për këtë kemi të ftuar doktor Korab Berishën, kirurg plastik. Doktor, faleminderit që jemi neve. Faleminderit edhe juve për ftesën, kënaqësi të jam me juve bashkë sot. Në fakt po flasim shumë për intervenimet plastike kohëve të fundit, për dëshirën për të dokur bukur dhe ndoshta, po e them figurativisht, për këtë manin për të qenë më ndryshe nga të tjerët apo për të investuar në vetë. Si e shihni ju këtë? Po është e drejtë çdo individi, çdo personi që të kryejë intervenime kirurgjikale, estetike apo rekonstruktive që ndikojnë që ata të ndihen sa më bukur ose sa më mirë. Tash në varësisht prej intervenimeve, edhe në varësisht se a dëshirojnë që duken që kanë bërë operime, apo dëshirojnë të jenë sa më natyrale, ajo mandena është percepcion që vendosen bashkë në konsultimin mes kirurgut dhe pacientit. Dhe cila është kërkesa më e shpesh që ju bëhet juve prej pacientëve për intervenime? Cili është intervenimi më i shpesht? Po, tash varësisht dallon domethënë prej intervenime mas shumë të që ka kërkesë. Flasim për ato estetike, fillojmë prej fytyrës, domethënë, është rinoplastika, është largimi i pjesës së tepërt të shpallave të syrit, mandena është facelifti, apo tërheqja e pjesës së lëkurës së tepërt të fytyrës, pandej janë pjesa e gjoksit, rimodelimi, zvoglimi apo zmadhimi i gjoksit, pastaj heqja edhe pjesës së tepërt të vjamit parku apo abdominoplastika, si edhe trendi i fundit është edhe liposuksioni, ku largohet sasia e tepërt e vjamit që nuk kanë ose nuk mundin ta largojnë me ushtrime, vrapim apo fitness në zona ndryshme të trupit. Dhe doktor, po flasim për të gjitha këto intervenime, a kryen në qendrën klinike universitare të Kosovës? Pjesa estetikës nuk kryet në qendrën klinike universitare të Kosovës, për shkak të gamës së madhe që kemi në qendrën klinike universitare të rekonstruksionit të djegjeve, të lëndimeve të ndryshme, të rekonstruksionit pas lëndimeve të ndryshme, edhe zakonisht punojmë vetëm me një sallë dhe është numri i madh i operimeve që ka nevojë. Jemi qendra vetme në gjithë Kosovën si shërbim të ashtu që nuk i vjen rendi edhe për pjesën estetike. Sigurisht dhe ka kuptim, në anën tjetër do të jenë ata pacientët të cilët po na dëgjojnë atje dhe të thonë, na i sjellni xhobar atje në hematologji ose dikun tjetër dhe pastaj dalim edhe te kjo pjesa këtu. Por po flasim për intervenimet të cilat kërkohen më shumë nga gjinia e bukur, sepse më pëlqen ta quaj gjinia e bukur, apo nga burrat. Normal, e kryesojnë gjinia e bukur. E bukur kjo? Por që në trend në rritje është edhe domethënë meshkujt që bojnë intervenime kirurgjikale. Çka kërkojnë burrat? Po zakonisht është pjesa e fytyrës ku kërkojnë më shumë të intervenime, siç e ceka dhe më herë, pjesa e çepallave të syrit, largimi i tepërt i lëkurës, pastaj pjesa e rinoplastikës, faceliftingu, mandej është në mbjellja flokë, mos ta harrojmë, është në trendin më aktual edhe më në rritjes, edhe ajo është një lloj intervenimi. Pastaj edhe heqja e sasisë të dhjambit në pjesë të ndryshme të trupit, ku nuk kanë arritur ndoshta me krye me fitness ose me ushtrim. Doktor, çka duhet të kemi parasysh para se të drejtohemi te një kirurg plastik me idenë se do bëjmë një intervenim? Ndoshta gjendjet shëndetësore që mundemi me i pas, sëmundjet autoimune, ndoshta që mundemi me i pas, a kanë me pas ndonjë ndërlidhje me intervenimet? Po ne gjatë konsultimit gjithmonë edhe i kërkojmë këto në anamnezë, pacientët që vuajnë nga sëmundjet kardiake, pastaj pacientët që janë me diabet jo mirë të kontrolluar, pastaj me probleme me piksin e gjakut e këtu, pas anamnezës dhe pas analizave, atë edhe shohim se a është kandidat potencial për një operim, apo ai pacient nuk ja vlen për shkak se ne gjithmonë e mendojmë me sigurinë, shëndetin e pacientit para intervenimeve që ne do mi krye, qofshin ato rekonstruktive apo estetike.
Një prej intervenimeve që është bërë goxha shumë i përfolur në mesin tonë është edhe mbushja e vitheve apo të pasmave. Ndodh kjo në Kosovë, ka kërkesa? Po ndodh në Kosovë, ka kërkesa, janë shtu viteve të fundit, është në trend edhe kjo në rritje, bëhen edhe në Kosovë. Dhe gjithmonë kur flasim për këtë pjesën e intervenimit, pastaj vjen edhe pjesa e rikuperimit. Si shkon? Zakonisht pyetemi për pacientët të cilët hyjnë ndoshta në operime le të themi të nxehta figurativisht për shkak të urgjencave që mund të jenë, por këto sikur planifikohen. Si shkon pastaj rikuperimi? E ke fjalën për cilën operim, apo në përgjithësi? Në përgjithësi këto estetiket. Dallojnë çdo lloj intervenimi, ka edhe pjesën postoperative të kujdesit të veçantë. Qofse po fillojmë për shembull me rinoplastiken, diku 5 ditë deri në javë kemi fazën e heqjes së gipsit e tamponave këto gjëra. Duhet një rikuperim ndoshta në shtëpi një javë deri në 2 javë. Pastaj pjesa e faceliftit është pacienti edhe të rinoplastika, po edhe te facelifti mund të lirohet me një në shtëpi mas 1 ose 2 ditë varësisht nga gjendja. Mund të qëndrojnë në shtëpi, duhet të qëndrojnë për shkak të mavjosjeve dhe atjeve diku një javë dhe ditë, mirë po është individuale, dallon nga pacienti nga pacienti. Pastaj të gjërat e gjoksi po ashtu qëndrimi është pas operimit një natë, lirohet në shtëpi, mirë po mbajtja korsetit është dikon 5 ditë 6 javë, largimi i drenave nëse kemi pjesën e drenave mbas 2, 3 ose 5 ditë, varësisht nga rrjedhja sa kanë në 24 orë. Pjesa e abdomenit mandej abdominoplastikës e do një rikuperim pak ma të veçantë, një kujdesje pak më të veçantë, është një premje pak më e madhe, është një plagë pak më e madhe, dhe dikon 2 javë, domethënë tjetë një pushim pak më deri në 6 javë mos bëj sport fitness e ekstreme këto. Te liposuksioni është pak më e lehtë, se është procedurë postoperative pak më e lehtë, po për shkak se nuk ka plagë të hapura dhe krejt çka duhet bëhet është pas kujdes korseti dhe gjendja pas operimit për cilët edhe me limfodrenash masazh, që shumë rëndësi të thithja e vjamit apo liposuksioni. Doktor, më ka rastisur të takoj njerëz të cilët kanë pasur fotografi të yjeve të ndryshme, për shembull gratë të cilat thonë i dua vithe si Jennifer Lopez, apo të tjera që e duan gjoksin si ndonjë grua që është e famshme. Të vinë shpesh me fotografi kështu? Po, sepse ndoshta vetë aktori ose idoli që e ka, ose pamja asaj ka qenë një piknisje që të bëj diçka. Zakonisht e pjesa e hundës rinoplastikës, apo dhe format e gjoksit, apo dhe format e viteve, e kam diku një fotografi dhe thot, kam dëshirë me pas këtë formë. Edhe mandej ne gjithmonë do të përpiqem të shkojmë ka jo naturaliteti. Për rastet të veçanta kur ka pacient që gjithmonë dëshirojnë të duken që kanë bërë diçka. Mirë po ne përpiqemi që të krijojmë naturalitet, një frymësim të paktën të afrojmë asaj që ka kërkuar në foto. Qoftë hunda, qoftë të gjoksi, por jo me shku në ekstremet të mëdha. Doktor, po flasim për gratë të cilat kërkojnë me pas gjoks më të madh, sepse konsiderohet se është më bukur të kesh gjoksin më të madh. Por kemi gratë të cilat për nga natyra kanë gjoksin më të madh se sa që do donin ta kishin. Ka kërkesa për me e zvoglu gjoksin? Halla është kjo dinja. Apo është dikush ka dëshirë mi rrit, dikush ka dëshirë mi zvoglu. Unë do e thoja vetëm të dërsa raste kur dëshirojnë me bon ngritje nuk është estetik, sepse kjo pjesa tjetër është më shumë rekonstruktive. Te gratë që kanë një qip pak më të madh, kanë të lashe me dhimbje shpine, me qafës, pastaj me pjesën e lëkurës, lëshimi është shumë i madh. Kisha thonë që është i takon operimeve rekonstruktive dhe është operim që duhet bëhet. Po, ka kërkesa dhe kemi shumë operime që i bojmë në vazhdimsi për zvoglimin e gjoksit. Edhe bëhet forma shumë e bukur, po njëkohësisht edhe largohet edhe dhimbja e shpinës, dhimbja e qafës, të lashe tjera me dhimbje edhe të lëkurës, për shkak gravitacionit edhe peshës madhe që mund ka me pas problem. Me shpinën, po sigurisht e kuptueshme kjo, po shkojmë pak muzikë, por rikthehemi përsëri sepse ende kemi shumë pyetje interesante për doktorin këtu në studio.
rikthehemi përsëri këtu në Glam Radio me kas për të biseduar me doktor Kora Berishën, kirurg plastik, dhe deri më herët diskutuam për intervenime të ndryshme të cilat bëhen me qëllim që njerëzit të duken dhe të ndjehen më bukur, që është e drejtë çdo kujt, por sigurisht tash po ndalim edhe tek disa pjesë të tjera. Folëm për hundën, për gjoksin, për vithet, dua të ndalim tek vesht. Doktor, sepse qysh në të kaluar njerëzit janë bullizuar shumë për vesht të qenurit, ndoshta me vesh me formë ndryshe nga ato që pritet se do duhet të ishin të paluara, le të them ashtu, në gjuhën e popullit. Sot kryhen këto intervenime me lehtësi qysh në fëmijëri? Në fëmijëri kryesisht për shkak të bullizimit, edhe kryhet ky operim i palosjes së veshëve, edhe si nga femrat ashtu edhe nga mashkujt. Mirë po ka dhe raste kemi që edhe në mosha dhe pak më shtyrë, si në qoftë pas adoleshencës, që e kryjnë këtë intervenim. Po, është operim që bëhet edhe domethënë prej moshave që shumë fëmijë e deri te moshat më të larta. Tash më lindi një pyetje. Cili është pacienti më i vjetër që ka ardhur te një kirurg plastik dhe ka kërkuar me bën ndonjë intervenim që ai të duket më bukur? Nashta i ka 6-7 muaj që kemi operu një zoj, dikun 68 vjeç, mos gaboj 68 vjeç, kemi kryer një intervenim facelift, tërheqje e fytyrës, një grua shumë elegante, dhe shumë bukur ka dalë, sepse rrudhat edhe kanë qenë edhe lëkura ka qenë shumë e lëshume, sa jep ke një version shumë të vjetën e pamjen e parë. Edhe shumë bukur ka shku, edhe që pjesa post-operative, po dhe rezultati. Sa që sot, para disa ditëve, më kishte shkru, tash dëshiron me bu botox edhe pjesën e ballit, sepse pjesa e fytyrës komplet është tërheqë edhe qafës, dhe ka delë shumë, ta tregoj mandej shef. Dhe sa vite tani ja japni kështu në shikim të parë? Ndoshta një 50-55. Pra ja keni heq diku 28 vite nga fytyra, që po i bie se është një punë. Jap një freskim fytyrës. Po sigurisht. Për shkak të viteve, për shkak edhe ja ka qenë duam pirse, të rrudhave, të shimit të kurës, edhe pjesa e tërheqjes mandena e freskon, qet fytyrën pak më tre, më të freskët. Po dhe është shumë e bukur dhe dua ta duar trokiti, seriozisht dua ta duar trokiti, sepse është shumë e bukur. Një 68 vjeçare të kujdeset për veten në këtë formë, sepse i mësuna me të 50-ta, doktor, ne plakemi. Vërtet. Dhe kur vin këto të 50-tat, ne nuk mundemi me pas aktivitet fizik, nuk kujdesemi për veten. Shumica e mosha pak më shtyme që kërkojnë një intervenim të tillë, se është zakonisht largimi i pjesës qepallave, që tash lëkurës tepër të qepallat apo faceliftit, e kanë prapë është një, ashtu thonë, mos është marrë. Pse marrë? Po pse bre marrë? Po mandena kur kryhet intervenimi e dëshirojnë një pushim që mos të vrejen se ka bënë një intervenim se është pak marrë për rrethën edhe është një, kështu që duhet t'i kalojmë këto. Për të jemi këtu. Ne duhet t'i kalojmë si shoqëri këto. Po flas për vendet ku kam qenë gjatë specializimit që na ka rënë me operu dhe me qenë konsulta që kanë ardhur. Kam përshtypjen keni qenë në Austri. Po, në Austri, në Gjermani, në Zvicër, edhe në vende tjera, po flasim kryesisht për këto vende që i ceka kanë qenë zakonisht mosha shtyme. Si po flasim për fytyrën apo për trupin, po kanë qenë moshën 50, 60, do 70. Te ne pak është e kundërta, për shkak se ne gjithmonë e ndjekim pak trendet më të fundit, edhe moshat janë më të reja që kryejnë intervenime estetike. Kështu që nuk është turp, nuk është marrë. Një burr ose një grua, se mos i thonë dash veç grad, po edhe një burr të kryejnë një intervenim kirurgjik estetik moshën 60 apo 70 vjeçare. Sepse në anën tjetër ndikon edhe aspektin e shëndetit mendor, ndjehet më mirë, emocionalisht është më stabil, ka besim më të madh në veten dhe pse jo. Doktor, cili mundet me qenë një rast më sfidues për kirurgun plastik? Çka ju sfidon? Çdo operim që e kryejm, qoftë rekonstruktiv, qoftë estetik, ka atë rëndësinë dhe peshën e vet, dhe zakonisht raste më sfiduese janë rastet rekonstruktive,
të embulimit defekteve, të rekonstruimit mas lëndimeve, mas aksidenteve dhe mas djegjeve. Janë mas sfiduese për shkak të natyrës lëndimit më hershëm, për shkak të mos mundësisë ndoshta që të krijimit një lëkure që ka pas më herët, duhet të zaventësojmë me teknika ndryshme, kështu janë kam peshën një pak ma sfiduese, janë ma trauma. Sigurisht, sepse pastaj po flasim për një aspekt tjetër kur pacienti përveç se aspektin estetik ka me rëndësi edhe këtë aspektin e shëndetit. Ndërsa më intereson pak edhe te kjo pjesa e kancerit të gjirit te gratë. Sa e mundur është që me ndihmën tuaj ato ndoshta të mbulojnë vragët e sëmundjes? Për ne në kirurgjinë plastike rekonstruktive estetike në Qendër Klinikën Universitare, ne çdo muaj kemi tetor roz. Nuk e kemi vetëm një muaj, kështu që nga janari deri në dhjetor në vazhdimsi operojmë gratë që kanë larguar një pjesë të gjirit apo komplet gjirin për shkak të kancerit të gjirit. Është një pjesë e rekonstruksionit, pavarësisht prej metodës që shkryi operimi më herët, na shpinë edhe neve në pjesën e rekonstruksionit. Është operim që bëhet falas, kemi metodat prej metodave që vendosim ekspanden apo metodën e implantit janë të siguruara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Qendra Klinike Universitare, kështu që një grua që tash është në ndjek apo një familjar e saj mund të marrë me krye një operim pas largimit pas kalimit të kancerit të gjirit të bëjmë pjesën e rekonstruksionit frikë kështu falas. Dhe nuk ka shumë kohë gjatë pritjes, mund vinë, konsultohemi edhe mu operu vazhdimisht që të operu gratë, edhe fal juve medjave, edhe fal bashkëpunimit kolegial, kemi arrit me intervestu me shumë gra, të cilat ma herët nuk kanë ditë asë që bëhet kjo operim. Edhe kur kem fillu me kampanjën para 2 viteve, është hera e parë që fillon në Qendër Klinikën Universitare, veç kanë fillu tash gratë të komunikojnë, të shpërndajnë lajme dhe kemi vazhdimisht operime dhe fatmirësisht gjërat po shkojnë me sukses. Doktor, shumë shpesh shoh në media njerëz të cilët ulen nëpër ato kolltuçet e studiove televizive dhe fillojnë edhe debatojnë nëse dikush ka bër apo nuk ka bër ndërhyrje estetike. Apo edhe këto intervenimet plastike. A është ideja apo qëllimi një kirurgu plastik që puna e tij të themi kushtimisht të vihet në pikpyetje dhe të mos dallohet nëse është bër apo jo një intervenim, por që të duket shumë bukur, sepse ndonjëherë janë shumë të dukshme dhe s'ka vend për të diskutuar dhe ndonjëherë janë disa ndryshime të cilat mund të jenë le të themi dyshuese nëse është bër apo jo, por që njeriu duket shumë bukur. Dhe më herët e potencova, gjithmonë me shku ka naturaliteti. Ai intervenim kirurgjik që kam u bë estetik, qëtë sa natural. Mbarësisht prej operimit dhe mbarësisht prej kërkesës së pacientit, sepse ka dhe pacient që dëshirojnë të duken që ka bën një intervenim estetik. Mandej mbarësisht më herët si ka qenë pacienti, edhe dallimi, mandej krahasimi, edhe dallimi është më shumë i dukshëm. Unë mendoj që edhe për ata bëhet edhe një intervenim estetik që duket atë bukurinë që ka gruaja apo burri të shkojnë në perfeksion dhe duket sa më bukur. Dhe më intereson edhe diçka tjetër. Shoh njerëz apo kam lexuar edhe për njerëz të cilët nuk dinë kur është mjaft. Ndoshta e bëjnë një intervenim estetik, kërkojnë pastaj prap. Sigurisht duhet të jetë sfiduese edhe për mjekun kur një pacient vjen me kërkesa të panumërta për të bërë intervenime, pastaj edhe të panumërta që ndoshta edhe ju mundeni me i vlerësuar si të panevojshme. Keni raste të tilla? Po, ka raste, por këto janë raste të rralla dhe individuale. Janë të fiksuar ndoshta pas një intervenimi apo pas disa intervenimeve, edhe nëse ka bërë një intervenim, ka kalu lehtë, mandej dëshiron të bëjë edhe intervenime tjera. Po jo në ekstreme, jo të bën shumë, po ndoshta nga pakënaqësia një intervenimi më herët mund ndodhë që të operohet disa herë për të njëjtin vend derisa të shkon në perfeksion, po kjo është më shumë ndoshta fiksohet në atë intervenim edhe e kërkon pa mundur nëse perfekcione. Qoftë të njëjti kirurg, qoftë të ndryshon edhe kirurg
si brenda lokale ashtu edhe jashtë Kosovës. Kam edhe një shqetësim tjetër cilën dua që ta ndojmë bashkë. Ne e dim që kirurgu është kirurg dhe punën e kirurgut nuk mund ta bëj dikush tjetër, por për këto intervenimet e lehta, le të themi botox, filler dhe të tjera që po bëhen nga persona të pakualifikuar, sigurisht se është me rëndësi që ta bëjmë një thirrje që njerëzit të drejtohen te profesionistët e dëshmuar, sepse po rrezikojmë jetë. Kemi pa raste kur kemi pa gra të cilat janë deformuar për shkak të injektimit jo të duhur të këtyre substancave tek ato që quhen frizere. Kështu që është shumë e rëndësishme që bashkërisht ndoshta ta bëjmë një thirrje dhe ta shoh edhe një këndvështrim tuajin se sa shqetësuese është kjo, apo sa shpesh takoni paciente të cilat mund të vinë dhe thonë se kanë bërë një injektim, edhe sigurisht del që e kanë bërë injektimin diku ku nuk janë thirrur për atë punë. Po tani e bëjmë thirrje nga këtu. Gjithmonë pacientit qoftë për filler botox, po qoftë intervenime tjera më të vogla, lexojmë pak për personin ku po shkojnë, për klinikën ku janë të shku, dhe për mjekun apo personin që ka me injektu fillerin apo botoxin. Çfarë kualifikimi ka, kush është, ku është trajnu, sa ka eksperiencë, cilat janë rezultatet. Nuk mund të shkoj e të udhëheq asnjëherë pacientit çmimi. Për shkak se gjithmonë për shkak çmimeve dhe marketingut dhe çmimeve të ulta, edhe pacientët janë një faramullie dhe mandej për shkak të kostës lirë, thonë po, ma pse jo po e provojmë kështë qenë kjo, po ne i bëjmë thirrje që të kenë kujdes dhe të trajtohen nga profesionisti, nga njerëz që janë të licencuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe që janë të trajnuar dhe certifikuar për këtë. Doktor, është një lloj le të themi deformimi profesional që unë kam. Kur shoh njerëz të shkruajnë, filloj e shoh se ku i kanë gabime. Sigurisht se duhet të jetë një deformim profesional nga ana juaj edhe kur takoni njerëz dhe shihni se ndoshta ku do duhet të ishte ndonjë ndryshim apo intervenim tani. Dhe unë jam e hapur publikisht të sfidohem. Çka të shkon mendja kur më shetash? Çka Tash më syr me këtë syrin profesional? Me syrin profesional. Çka mendoni se ish dash me intervenu për më duk më natyrale dhe më bukur ndoshta? Më bukur se që je, nuk ish më bo. Kështu që ti je një verzion i bukuri, kështu që ndoshta disa imësina të vogla, këtë naturalitet e këtë bukuri vish me perfekcionu, se shumë bukur po dukesh. Faleminderit, na mendu mos po na jep ndonjë rrugë këtu doktor që ta bëjmë edhe ndonjë intervent. Na jemi të fol gjithmonë për që në çdo lloj intervenimi atë bukuri që e ke të shkojmë pak më në perfekcion. Këtu dishta me dal, sepse kjo është një formë sa më të bukur asaj naturalitetit. Po jo të largohem në konturave të naturalitetit. Jo të dalim nga vetja dhe të mos njihemi pastaj apo të bëhemi. Nëse që bengin majta se kisha hek. Këtë kishim hek. Këtë ndoshta edhe hekim. Okej. Kjo për çështje estetike apo për çështje shëndetësore? Ma shumë edhe shëndetësore edhe estetike. Okay. Nuk po të kaj. Doli diçka, shini? Ja syri. S'mujta pa ta thonë. E kërkova vetë, Mos e ki për mësysh në ashta. Së dim, ndoshta i naltë atje e kalon për mësysh. Doktor, për fund... Që shtu thojnë shumica, ku flasin për nevuse, për ndryshime që duhet mu largu, për shembull që janë në fytyrë, që janë të rrezikshme për shkak se gjithmonë fytyra dhe dekolteja, qafa, shuplakat i ekspozohen rrezave ultraviolet. Po. Edhe unë kam obligim të them që duhet mu largu, thotë jo se e kam nga femëria ose e kam si shes. Jo, vetë nuk e kam si shaj heq, por do i ndjeki këshillat e mjekut bazuar në atë se çka është dhe çka nuk është e shëndetshme sigurisht për ne të gjithë. Doktor, për fund, cila kish me qenë le të themi porosia që kishe mja drejtu të gjithë pacientëve tu, pa marrë parasysh moshën apo gjinin? Që të jetojnë shëndetshëm, të ushqehen shëndetshëm, të bëjnë aktivitete fizike dhe kur vendosin për një intervenim kirurgjik, të mendojnë mirë se ku po shkojnë. Domethënë, të cilë kirurg të lexojnë CV-n e tij dhe të komunikojnë sa më shumë para operimit, sepse pas operimit mandej është veç vonë. Kështu që mandej edhe të lashët janë më të mëdha pas operimit.
Sigurisht, ju falenderoj shumë. Ishte kjo një bisedë me shumë informacione në një kënd të bisedave që ne i bëjmë shumë shpesh edhe në për tavolinat tona, por që nuk i diskutojmë shumë shpesh në publik. Është në rregull se ne të duam të dukemi më bukur, nuk ka asgjë të keqe që të dukemi më bukur, as që të bëjmë intervenime. Sigurisht ideja është që të shkojmë te njerëzit të cilët janë të thirrur për atë punë dhe çka shumë e rëndësishme të qëndrojmë brenda vetes tonë. Kishim të ftuar doktor Korab Berishën, kirurg plastik, të cilin e gjenin edhe në qendrën klinike universitare të Kosovës. Një falënderim të fundit dua të bëj për Spitalin Fatemi, i cili gjendet rrugës për në Çagllavicë, atje ku mund të gjeni shërbime të ndryshme mjekësore nga emrat më eminent në fusha të ndryshme, që nga ginekologjia me infertilitet, pediatria, neonatologjia, kirurgjia torakale, kirurgjia e fëmijëve, laboratori emër dëshmuar ndër vite dhe shumë shërbime të tjera. Gjithashtu mund të klikoni edhe në rrjetet sociale të Spitalit Fatemi për të marrë më shumë informacione. Mos harroni të bëni follow edhe në rrjetet sociale të Glam Radios, Instagram, Facebook, TikTok dhe subscribe në kanalin ton zyrtar në YouTube. Deri javën tjetër, miru dëgjofshim e miru takofshim.